Ilir Ferati, jam Ermal Panduri, drejt për drejt nga emisioni Debat Plus. Tashmë, jo vetëm dega në Lipjan dhe në Pej, po e kërkojnë dorëheqjen e Lumir Abdigjikut dhe Parist, partis, por edhe dega e dytë në Prishtinë, Florian Dushi, të cilën e udhëheq, kërkoi dorëheqjen e Lumir Abdigjikut. Çfarë është duke ndodhur, Ilir, në lidhjen demokratike të Kosovës? Po mendoj se po ndodh diçka që ka filluar më ndodh në realisht se kanë tentuar më ndodh me 30 janar. Është temë e përfunduar, ka përfunduar kuvendi i LDK-s. E kanë përfunduar delegatë që kanë marrë votën e degëve të Kosovës. E pjesa e kuvendi kanë qenë normalisht me vullnetin e tyre edhe këto degë që tash po tentojnë me ndërtu këtë situatë të diskutimit publik të çështjeve që ata diskutojnë me ana shtëpi. Ilir, vetëm se mos haro, mas 31 janarit, o majt diçka që në Kosovë quhen zgjedhje, me 7 qershor. Edhe në qëto zgjedhje, LDK-ja u dale treta. Sa kohë duhet me dal një subjekt politik, i treti, i dyti, edhe mos me dal i pari dhe me qëndru akter të njëjtë politik në kurrë. Ama të mund një presedant në një parti politike në Kosovë që mas do cikli zgjedhor kërkohen zgjedhje të mërshme. Nuk ekziston e presedant. E sidomos me u kërku përgjegjësi për njerëzve, për liderëve që kanë pushtet lokal, cilën e kanë mbëllonën. E në cilën nuk im dole, as i tretë, as i katërt, as i dytë. Do duhej që përgjësia më fillu prej vetës parë, nga unë. Pra, ju po thoni që edhe ata kanë përgjithësi për këtë rezultat LDK-s? Po, përgjësia një kryetari degë, që është kryetari komunë është direkte. është direkte, edhe fillon prej aty. Se struktura degës është ekzekutivi komunal që jenë funksion, e tim krejt jenë funksion të zgjedhjeve qofshin ato nacionale, qofshin ato lokale. Ne që jenë funksion ekzekutivi në nivel qendror. Edhe ta shkërkohet përgjithësi në papërgjithësinë tonë për dikujt tjetër, në që shekull është jo etike, është jo fair, edhe është jashtë rani shtëpisë. LDK-ja e ka organet e veta. Edhe diskutimet që mohen në përkërësitë e degëve, për cilën përmes kryetarit degës në kolegjumin e kryetarëve degëve, eventualisht kryesin qendrore. E jo në portale, e jo në Facebook. Është për keqardhë, sinqerisht. Ka kërkuar Lumir Abdigjikut dorëheqjen edhe të dy kryetarëve degëve, të Gazmend Muhaxherit dhe të Imri Ahmetit. Po thash, ajo që është përgjithësia fillohet nga veta parë. Pra, ata është dashur fillimisht të japin dorëheqje vet, e më pas të kërkojnë dorëheqjen e kryetarit. Moralisht do duhet filluar nga vetja. Ilir, faleminderit shumë. Po shfrytëzoj, tu falenderoj për mundësinë rastën që më bëu ftesën tash për ndërtuesjet LDK-ja i ka organet e veta, e ka ciklin e rregull zgjedhor që pret pas të viti, edhe nuk do të krijoj presedant që mas do cikli zgjedhor në humor kokën e kryetarit. Nuk është parti LDK-ja që janë koka njerëz, është parti që ndërton profile. Në përkohë edhe në për etapa politike. Edhe që kjo vend është etapa politike shumë shtirë, edhe për të dy kolegët e mi mund të jeshtë në vjen keq që në një etapë. O po edhe i treti, edhe Florian Dushi. Po edhe Florian Dushi që të valë është, po gjojnë ku me humor me këso deklarimeve në përfaqet Facebookut. Faqet Facebookut. Faleminderit shumë Ilir Ferati, sekretar